Mungesa e kryebashkiakut Lulzim Basha për të prezantuar projekt buxhetin afatmesëm 2014-2020 shkaktoi debate në mbledhjen e Këshillit Bashkiak. Të majtët e quajtën shpërfillje dhe Tiranën pa kryetar, mos praninë e Bashës, madje shkuan më tej kur kërkuan që Basha të jap dorëheqje nëse nuk mund të mbajë të dyja postet. Është një akt shumë i rënd ndaj qytetarëve të Tiranës. Nëse kryetari i bashkisë në këtë moment që ne jemi këtu është në zyrën LPD live duke folur për çështje politike, zotëri ka shumë të drejtë me sugjerimin që bën të japi dorëheqjen apo të kërkoj këtu leje Këshillit Bashkiak Tiranës dhe të shkoj ku të doj. Ta ka prur buxhetin para kohë, para se buxheti i shtetit të miratohet. Ju lutem. Apo jo? Kur zoti Basha gjen kohë, më falni. Është çudi e madhe. Më falni. Kur zoti Basha gjen kohë 3 ditë para që të dali me 3 persona në konferencë për shtyp, duhet ta gjej kohën të vi para këtij këshilli. Edhe pse është RCS ka dështuar një soj, si atëherë kur bëhet fjalë për të marrë një kungull në sqetull dhe sot që mban 2 kungull. Ta heqin njërin, klirohet me qenë, edhe të shohë kush është më rëndësishëm. Nën kryetari Eno Bozdo tha se buxheti total i Bashkisë së Tiranës për vitin 2014 është mbi 8 miliardë dhe 600 milion lekë. Me buxhetin afatmesëm, sipas nën kryetarit, do të realizohen projekte strategjike. Për këtë vit që vjen, të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore janë parashikuar në shumën 7.5 miliard lekë, afërsisht, ose 5% më shumë se parashikimi i vitit 2013. Në vitin 2015 të ardhurat do të jenë 4% më shumë dhe në vitin 2016 do të jenë 3% më shumë se i parashikimit të vitit paraardhës. Mazhoranca në Këshill ballafaqoi 2 buxhetet dhe tha se mjaft projekte si ajo zhvendosjes së kazinove në periferi apo mbledhja e taksave të tyre ka dështuar. Kazinot rezultati është zero. Është zero dhe megjithëse disinformohemi në interpelancat që bëjmë me stafin, që do të thotë që bashkia është në një proces gjyqësor me palët që pretendojnë që janë të dëmtuara. Se është stopuar këtu argëtimi, sepse në gjykata e Tiranës ka vendosur në 25/7/2013 pezullimin e argëtimit si pasojë e kërkesës për shfuqizim të vendimit të Këshillit Bashkiak. Pra kemi një vendim që e pezullon efektin e këtij vendimi. Diskutimet për projekt buxheti u ndërprehen pasi këshilltarët kërkuan pjesëmarrjen në një ceremoni mortore dhe diskutimet do të rikthehen pas ditën e së premtes.